diskriminimi të paktën ose të paktën nga më përpara. Ajo që besoj unë ose ajo që po ndodh është diskriminimi paktën që duket nga më thonjza diskriminim nga Partia Socialiste është se kryesisht fokusin e kanë te gratë dhe burrat i ka lënë pas dore më saktë ose ashtu sikur shprehet Rama. Tani atë që desha theksoj unë se ne përmendim atë parlamentin e korporatave sikur të ishte aksident. Asgjë nuk është aksident. Sot edhe zonja Çupi është deputete e listës zotit Basha. Pra, Sali Berisha sot deri nga viti 2013 nuk ka prodhuar asnjë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Se po flasim Sali Berisha e ka udhëhequr PD-n drejt fitoreve. Kjo pas vitit 2013 kur mori atë shuplakën e 1 milion votave nga Partia Socialiste, është në sprov në 2025 për të treguar se a do e thyej atë mitin e Bashës që këta gjithmonë, jo për të bërë elozhe Bashës, po gjithmonë i drejtuan gishtin si të paaft, se gjithë humbjet ishin fajet e tij. Tani sot janë përballë faktit, a do e thyejnë dot atë 59-ën e Bashës, se ka mandate ai zotëria, pavarësisht mirë apo keq, ka siguruar një numër mandatesh në parlament, zoti Berisha të paktën minimalisht në këtë betejë përballë Ramës me kodin, pa kodin, me amnistin, bashkë me Ramën, pa Ramën, me diasporën, pa diasporën, duhet provoj që është më i mirë se Basha. Minimalisht. Që përmes atij statutit të Partisë Demokratike që është kushtetuta e Partisë Demokratike, duhet t'japi dorëheqje nëse dështon. Në këtë kontekst. Nga ana tjetër, Parlamenti i korporatave nuk është aksident sepse e kemi edhe sot në listën të koalicioneve brenda që kandidojnë. Dhe janë po e njëjti, është e njëjta pavarësisht se jemi në raste të tjera, askush nuk do djegi mandatet, po nëse i shkrepet dikujt djegi mandatet, a përfundojnë prapë tek korporatat? Kështu që, pra, ne nuk i bëjmë listat. Listat kryesisht kanë qenë prodhim kryetarësh, dhe unë jam dakord me pjesën që një kryetar do të vendosë listën sepse kryetari, siç është përgjegjës për ekipin e tij fitues, është dhe përgjegjës pastaj në fund ditës nëse humb për të cilën duhet largohet. Kështu që në kontekst ne do të shohim veprimet politike ose ofertat politike që na jep sot Partia Demokratike apo Partia Socialiste. Unë te kjo pjesë pastaj nuk jam dakord. Për asnjërin prej tyre, jo se votoj këto partitë e reja se i shoh më ashtu, nuk jam dakord në kontekstin që kemi parti të cilat kanë edhe zoti Berisha kërkon mandatin e 4 dhe zoti Rama kërkon mandatin e 4. Atëherë duhet bëjnë më shumë të dyja partitë që të më thonë, të paktën për kaq ditë sa kanë ngel deri në zgjedhjet e 11 majit, se kush është oferta e tyre politike. Çfarë s'kan bërë këto 4 mandate? Zoti Rama kërkon mandatin e 11. Jo, të 4 ka. Jo, se këdhe janë 3 kryetar bashkie. Po s'është mandat kryetar bashkie. Po ti qytet mandat e presidentit dhe ti pse mos ta qytet të bashkisë? Jo, mandat e presidentit, jo. Po për mandat e 4-të. Po mandat e parë ka qenë presidenti. Shkon 5. Qeverisje. Kjo është 2 mandate ka qeverisje. Kush? Berisha. Kur? Në qeverisje. Qeverisje totalore, jo në 2005-2000. Mirë, qëndrojmë pak në atë. Sa prandaj nuk e futa presidenti, ka 3 mandate në total, po tenton të 4. Nuk është ky thelbi.